Për çka të merr malli kur flasim për Kosovën? Po konon atë që një fli edhe s'ka mujt me më përshëndetën, më thonë, atë në udhamar edhe për asaj dite, thot më doke që t'kum hu. Se kur njeri del në gurbet është gjithmonë i huaj. Fles në shqip në shtëpi? Stambolli është shkollë shteti më i shtrenjtë në botë. Kanë diçka të përbashkët me Zveti këta? Ku me gjetë? Punë. Ku me gjetë? Vetur. Ku me gjetë? Bilet. Ku me gjetë? Banesë. J.P.K. Pra shikues dashur, përshëndetje, afër meje kam Kenan Qerimin, i cili me ardhur në Turqi ja vlen me kontaktu, për shkak se ta shpjegon çdo pjesë Turqisë. Kenan, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Po mbas po faleminderit që na prite. Ç'është po jetë dita? Mirë në Stamboll, çdo kohë është bukur me ardhur, por post kur vjen shi. Domethënë problemi kryesor nësa si turist me ardhur në Stamboll është vetëm kur është koha me shira, edhe pse tash sezona, domethënë përpara shkon janari me shira, tash shkurti për shembull, janari u kon si pranverë, domethënë u kon shumë i nxehtë, shumë kohë e mirë për shëtitje, ndërsa tash për momentin këtë vit shkurti është domethënë shumë i ftoftë në Stamboll edhe është pak më problem më shëtit se kur ka shira nuk mundesh edhe mi po pamjet e bukura Stambollit edhe venet e bukura, por ata po apet përsëri mirë është, nuk është ke Stambolli çdo herë është i bukur. E përmend punën e shiut, Kenan, domthon Stambollin ja vlen me vizitu kur do qoftë që vjen, për normal vera është më e bukur. Stambolli gjithmonë ja vlen me vizitue, normal domethënë çdo stin ose çdo muaj e ka veçorinë e vet, domethënë Ramazani ka të jeshin e vet, ku bëhen iftarët, ku bëhen taravit, ku është ajo ambienti i Ramazanit, domethënë vrejet gjithkohë. Në kohën e pranverës për shembull është sezoni i lales ose sezoni i lulave, tulip, ku domethënë bëhen shumë në parket e njohura të Stambollit, bëhen ceremoni ose panajire të lulave. Domethënë verës tani është vera edhe për shëtitje, edhe për plazha, se Stambollin është shumë njerëz menojnë që Stamboll vetëm ka me ble diçka, ose ka me shëtit Stambolli ka dhe plazht, ka plazht e veta, edhe ka pjesa e detit Marmara, edhe ka pjesa e detit Zi, edhe tek Ishu, domethënë çdo zonë, çdo kohë Stambolli ka veçoritë e veta, nuk shteren mundësitë kurrë në Stamboll, me fjalë ndryshe. Kenan, jem të ty, në fakt, se sa jeton Turqi, je me familje, je rrit e lin këto? Jo, në Stamboll kam marrë vitin 2016, në tetor, jam pranuar për studime, magjistraturën e kam kryer në Universitetin e Marmarajt, degën lëndë fetare, domethënë studime islame e kam kryer. Pasanej gjatë studimeve një shok ma propozoi që kanë marrë një grup 10 persona, a mundesh pak mi përcjell ose vetëm kështu pak me konë me ta, mos i ato, dhe prej aty ja kom nisë me punu me turista, domethënë grupin e parë e kom pas vitin 2017, ku kom një periudhë kohore 7 ditë, domethënë kom shëtit, edhe prej atëherë ja kom nisë me punu me turista edhe me turizëm farkore. Kenan, ç'është është pjesa e kësaj me punu me turista? A është e vështirë, a ndëgjojnë, a kemi ne shqiptarët kulturën e ndëgjimit kur flasim? Po, unë tash punoj në agjenci turistike ku ja bëj rezervimet edhe transportet e gjitha ose shumë agjensive nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova, edhe kam punë me gjithë shqiptarët, domethënë shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Shqipërisë, të Kosovës. Shqiptarët e Maqedonisë për shembull është bo ose ju kanë hiq vizat e Bashkimit Evropian vitin 2012 nëse s'gaboj, 2013, ata janë dalë më shumë, janë ardhur më shumë edhe pak e dinë, domethënë nuk kanë qef fort mi kallëzu ose kështu. Kosova që një vit, domethënë është
i kanë hik vizat edhe vinë ma shumë, pak disa janë konë që kanë orë për tregti, ose shumë njerëz që kanë orë për tregti, për turizëm çtash, domethënë me agjencitë turistike që bjen njerëzit këtu, janë po është boja e modë ose ja kanë nisë kultura e turizmit pak më shumë, ndërsa Shqipëria që 5 vite aty në masi kanë hik vizat Bashkimit Evropian, që 5 vite vinë, po ka dallim, domethënë shqiptarët e Maqedonisë janë tjetër natyrë, shqiptarët e Kosovës janë tjetër natyrë, po si turista nashta është unë jam prej Kosovës, po si turista, komplet turista, mund me thonë që janë vetëm Shqipërisë që vinë, domethënë kanë kulturë pak më shumë ose vinë vetëm për me vizituar. Ose shqiptarët e Maqedonisë vinë edhe me vizituar, edhe me kry në pazar, edhe me po najt afërm, sepse shqiptarët e Maqedonisë ose ka domethënë shumë që i kanë të afërm këto. Kosovës ka disa që vinë me vizituar, ka disa që vinë me kry në punë, me bli diçka. Ndërsa muj me thonë, padyshim që shqiptarët e Shqipërisë janë ashtat vetëm që vinë kështu me njetë vetëm për turizëm edhe e shijojnë ashtu më shumë. Kenan, ku jemi, e përmene pjesën që si turista, për momentin ku jemi edhe historia e këtij veni, në fakt. Edhe cilët vene ja vlen me vizitu kur vim si turista, për shkak se ndonjëherë vim vetëm pa asnjë agjencion, po nuk dim ka me ecë, ka me mjavojt, që thojmë na. Po, na për momentin jena një prej haneve, ose një prej aty në pazarëve të vjetra, jena domethënë pjesën e Kapulloqarshisë, Grand Pazarit, një prej haneve të mëdha që këtë vend besoj në shqiptarë që e din, vetëm ta që merren me turizëm ose që e shëtitin. Këtu jena për momentin në qytetin e vjetër të Fatihut, në lagjen e Fatihut, në pjesën e pazarit e Kapulloqarshisë. Po, nëse vjen në Stamboll, domethënë sigurisht shqiptarët sidomos Kosovës kanë qef shkurt edhe shpejt me krye senet. Edhe do të sipas asaj mja bo, po si turist që vjen, domethënë ashtu në pjesën e Fatihut ose pjesën kryem na, është mas mirë të me vizitue që ja vlen që shumë pak shqiptarë shkojnë me vizitu Xhamin Sulejmanie, që e ka atë peizazhin shumë të mirë, me po pjesën e Urës të Gallatës, pjesën grykën e Haliçit, pjesën e Evropës, edhe të Tazis, Xhamin Sultan Ahmed, Xhamin Hagia Sofia. Këtu Kapulloqarshin dhe është poshtë Kapulloqarshis ku është pazari i Egjiptit ose pazari i Erzave dhe Gylhania. Domthonë këtu si që mundesh vetë mund shetit ose vetë me shkue, edhe janë afër njëra tjetrës, sepse shqiptarët nuk pritojnë pak me ecë. E kemi edhe këtë problem shumë, domthonë sidomos të Kosovës shumë pritojnë me ecë. Kjo pjesa e vjetër e shtetit nuk mundesh ndryshe vetëm duke ecur. Për ata Pilis më kujtohet gjithë një herë një turista, kina me eca, thash po vëlla, apo njëna mirë, thash vëlla, na nuk mujna ndryshe, domethënë pjesa e qytetit vjetër vetëm duke ecur, por ata dhe shqiptarët pritojnë pak një vend, dy që ato dhe ecin, po pjesën e vjetër ku jena na, domethënë është Xhamia Sulejmanie, që ja vlen shumë me vizitue, Kapulloqarshia, Xhamia e Sultan Ahmetit ose Xhamia Blu, që njihet Xhamia Hagia Sofias dhe pjesa poshtë ku është parku Gylhanës edhe pazari Misr Çarshi që i thojnë ose pazari i Egjiptit ose pazari i Erzave. Në këtë pjesë tani del ato është pjesa e Minanos ku janë ato anijet me peshqe kështu me radhë. Kenan, kur jemi te kjo pjesë, nëse marrën domthonë shkojmë te kompania turistike Drita edhe shkojmë edhe e marrim një hotel në fakt në Taksim. Gjitha këto që i përmene, a i kemi larg, domthonë sa mund me qenë larg njëna tjetrës, për shkak se kemi qef na si shqiptar me ditë sa kushtojnë, a do të me moni taksi asa? Kjo si agjencia Drita apo agjencia tjera që janë të bëu këto kompanitë ose këto shëtitje, tash njerëzit dallojnë pak kosovarët deri tash janë mësuar me orë në Stamboll me aeroplan edhe pak po pritojnë me autobus. Po mundësia që e bojnë këto agjencitë me këtë kampanjën që kanë, domethënë këtë pakon 3 ditë në javë kështu është fantastike, sepse i pikat kryesore të Stambollit i viziton. Domethënë e ki vend qëndrimin në Taksim, ato e ki Taksimin, qeshin e Taksimit, e ki rrugën Istiklal Xhadesi ose rrugën e Pavarësisë ku është e Kurza e Madhe, e ki kullën e Gallatës, bëhet shëtitja me anije, gryka e Bosforit, bëhet shëtitja në pjesën e Azis, ku është Xhamia Çamllxha, Xhamia më e madhe të Stambollit dhe në krejt Turqinë, pjesa e Skënderit, ku është kulla e Çikës, tani pjesa e Pirlotit, Llokumet, këtu pjesa e qytetit vjetër, domethënë me këtë pakon
një farë mënyre vetë ku me ditë sa më munue, nuk mundesh ma mirë me kompletue si që bojna me këto kompanitë edhe me kompaninë dita. Domthonë është një farë mënyre shans që njëherë nështë të vetë përsëritet. Domthonë kjo është fantastike. Për mendimin tim që merrem me turizëm ose merrem me turista që të vitin Stamboll. Kenan se unë pesha proshë guzdoshë se pa qaj këtë në Turqi nuk shkon. Kenan për çka të merr malli kur flasim për Kosovën? Për shkak se je prej 2016-s tek. Po, për Kosovë, prej Kosovës nështë merr më shumë të sugjok që gjithë porosisin në orë, sugjok, pashteta, çokoladë ndajherë ndaj kështu diçka, sepse të tjerat edhe çojnë, sigurisht edhe çojnë, sepse turqit e kanë çojnë e vet, pjesën e detit Zi, ku janë ato qytete si Rize, Trabzoni, që prodhojnë çojnë e vet, edhe këta pak shija edhe pak shiqer miqit ose limon, domethënë ndryshon shijen e sen edhe nuk kena mujt ose ndoshta nuk kena dashur të më adaptue në një mënyrë, dhe kena dashur me mojt ato me atë shijen e çojit të Kosovës se sugjukut, se edhe këta kanë sugjuke, kanë shumë, po si sugjuku i Kosovës nuk është, domethënë më shumë edhe ç'është më shumë është kafja. Se turqit e kanë traditë, domethënë kafen turke, se është një tani, çajin për shembull e pinë me ëmbëlsira, ndërsa kafen me llokum ose me bakllavë. Dhe nuk I qesin shiqerti, edhe kur të porosit një kafe turke I thua boll şekerli olsun, yani shumë me shiqert është, hapet vjen edhe. Se domthonjë gjithçka edhe kanë kulturë, domthonjë kanë kulturë vjetër që e trashëgojnë ato dhe e praktikojnë, që domthonjë kur pinë çajin pinë me ëmbëlsira, kur shqiptar kur vinë për shembull porosisin me ëmbëlsirë I them edhe çaj më na, po çish çajin me ëmbëlsira. Si na mësuar kështu. Unë të turqit për më kanë atë kulturën e vjetër që kanë trashëguar për Osmanëve dhe po kafet është një problem edhe me turistat, me që vinë shqiptarët kanë problemin kryesor është kafet. Sidomos në Kosovë pa një ekspres në Sabah nuk bën përgjysh. Këtu për shembull nuk ka ekspreset mirë, çfarë cappuccino ose macchiato nuk I bojnë shumë mira. Ka disa vende, por nuk është shumicën e vendeve, sidomos ka pjesë turistike, nuk janë çato. Çajin na mungon, domethënë sidomos kafet, për shembull, ndoshta në Kosovë kur shkoj mrena ditës deri 10 kafe I pi që me hikat mollën se që nuk pi kur, domethënë edhe diku nëse pinë sa veç me thonë se nuk e bojnë atë shijen ose atë kualitetin që është në Kosovë I kafes. Kenan një përmendje gjithë këtu në fakt, a vjen shpesh në Kosovë? A je çdo vjet apo? Po, çdo vjet mundohem mrena vitit një herë mas pati, 2 herë. Edhe pse ti më fal që më ndërprej, pse ti jep më nuk për shqiptarëve që ta kanë më shumë të shqiptarë. Po, që ajo është më bën që ndoshta fort molli me mor, po domethënë mrena vitit gjithkush vjen, ja vjen motra, ja vjen nona, ja janë najteze, ja dikush I afërm, domethënë në një farë mënyrë nuk mes me moll tepër, po për të afërmi, se të vinë, domethënë gjatë vitit shumë kush vjen, vetëm për vendin. Që ajo më shumë ti që për Kosovën na merr molli gjithë, domethënë kena çep sa më shpesh, para 2 javë isha në Kosovë, një javë ditë, mendoj para Ramazanit më shkova vetë çto. Kosovë jam llapjan si krejt dynjaja. Edhe kam problem me Prishtinalimin, besues, se s'unë besojnë, thëjnë, s'po mujna me besu që I llapjan e po din turqisht. Ka, për çdo rregull ka përjashtime. Kështu që Se ka me kjo? po si llapjan edhe me turqin ose me gjuhën turke nuk shpeshherë bile I them ju bëjnë në mënyrë hajgare, thonë ju zorraxhit e Prishtinës, po mendoni se veç dini turqisht. Për ata domthonë jam prej Kosovës, prej shtetit Podijevës, gjithsesi prej fshatit Katunisht. Domthonë atje kam nonën, vllahun edhe të afërmit të tjerë, edhe pse janë shpraz shumë, domethënë shumë kur po shkojna në mahallën tonë ku I kena prapësisht 30 shtëpia, janë 5 ose 6 shtëpia vetëm banuar, se shumica ose krejt kanë dalë ose në Prishtinë ose jashtë, po familjen e kam atje. Kenan përmendë nonën, kur ke dalë ose ke marrë atë pjesën për me ardhur, me studiu, mban mend se të ka thonë nona? Unë në fakt në vitin 2001 kur I më shku mas pari në medresën në Prishtinë, edhe çat ditë kena pas musafir në shtëpi. U konon atë që një fli edhe
s'kam mujt me më përshëndet, më thonë, edhe në udhamor edhe peja asaj dite, thot më duket që të kum hub, se peja asaj viti, domethënë viti 2001, unë jam dalë pe Kosovës. 4 vite jam konë unë Prishtinë me Drezën që e kam përfunduar, mas andej 2 vite në Siri kam qëndruar, kam studiuar gjuhën arabe atje. Prej Siris kam shkuar universitetin e kam kryer në Arabinë Saudite në Riyadh, Universitetin e Jurisprudencës Islame dhe kam punuar deri në vitin 2016. Edhe tash domethënë për asaj momentit nona si mendi kur s'kam mujt me më përcjell, domethënë udhamor, thotë që më duket që të kum hup për asaj dite, domethënë që pi vjen më shumë se gati 20 vjet që jam dalë për venit. Çka i kishte thonë nonën në fakt? Ç'është ndërlidh fjalën non? Për shkak se ke studiuar edhe pjesën e fez. Nona për çdo person e ka venin e veçantë, po tash masi edhe janë bo mundësit para disa kohë ishte edhe nona me teze këtu, i kom shetit Istanbul, po nona për fëmi nuk ngihet kur. Na si fëmi, për prindë nuk e kena ndjenjen njëjtë, domethënë na menojna për të ardhmen, për me punu, me bo pasuni, me bo ato, ndërsa molli i nonës sado që gjithmonë, për shembull, unë isha javën, para 2 javë isha në Kosovë dhe isha edhe me punë, domethënë kisha më taku me agjenci, kisha me mushteri e kështu me radhë, edhe ai ke s'lan rahat, domethënë që se nuk ka i molli i nonës për fëmijë nuk ngihet kur. Edhe sidomos nëse ka ndodhur që ka dalë jashtë fëmia e sen. Po shpresojmë që ja u kthejna me të mirë ose në dynja ose në dynjan në ahiret. Unë babën e kom pas hoxh, është konë në xhaminë e vjetërt ose në hymjet podives, imam ato, më ka vdekë në vitin 2012 pej leukemis, edhe ai kur më ka qu në Siri, se ka studiuar në Siri dhe ka pas qef sa ma shpejt me krye, më kthye kur kom shku në Saudi, shumë më mërzit, se ka thonë e dita që s'ki më kthye me herë. Domethënë i ka ra pishmonit, nashta pak që më ka qu jashtë se na po dalim jashtë nuk po lidhemi me jashtë. Nashta dikur kthehemi edhe shpresojmë edhe që më kthye sa më shpejt në Kosovë me kontribuar sado pak për vendin tonë, po atëfar mungesën që ja knalon prindve, nashta dikur ja kthejna, po për fatkes kushtet e Kosovës ose kushtet që se njeri nuk e ka fatin e njëjtë, dikun e ka duhet më largu për familjes, dikujna punu jashtë e kështu me radhë, për ata edhe mungesë është gjithmonë. Qysh e këshe ndërlidh fjalën gurbet? Gurbet, kjo fjala gurbet është... Qysh e këshe spjegu këtë pjesën e gurbetit? Po themelin e ka tek fjala arabe, gurbe, që është domethënë i huaj, ose në familjen humner, se kur njeri del në gurbet është gjithmonë i huaj, që na tash është sidomos kjo në gjenerata e re, përfshirë edhe djalin tem që nuk e din perfekt gjuhën shqipe, shumica e njerëzve që apo jetojnë në gurbet edhe në fakt kena me të pakeq, sepse po jena në vendet ku jetojna, si unë në Istanbul, si në vendet evropiane që janë shumica e shqiptarëve, në Amerikë, në Kanada e kështu me radhë, atje po jenë të huaj. Kur po kthehemi në Kosovë apet po jenë të huaj, domethënë na merret një far statusi nuk është i lehtë për neve si gurbetçar, sepse gjithmonë po jena të huaj. Ai dikush kur po rrin pak më gat, nashta po adaptohet ose në një farë mënyrë po stabilizohet pak në jetën ato, po gjithmonë këtu po jena gurbet, kur po shkojna në Kosovë po jena gurbet apet të huaj. Është inshallah lutna që Zoti s'ja bën kërkojna me pas këtë punë ose më ra fati me dalë gurbet, se është i zëshëm. Është sen që nuk përjetohet lehtë. Shpresoj në fakt Kenan që të largohen këto pjesë, të jem gjithë në fakt në vendlindje të Zotit në ditë. Kenan, përmen edhe djalin, flisni shqip në shtëpi? Po në shtëpi folmi më shumë se në gjuhë. Unë domethënë gruan e kam nga Kosova, është Çerkeze nga komuna Vështres, edhe në shtëpi djali për momentin i fol 3 gjuhë. Domethënë e fol gjuhën shqipe dhe kupton mirë, e fol turqishten domethënë perfekt, edhe fol gjuhën çerkeze.
Domthonë në shtëpi me djalë folmi 3 gjuhë. Kajherë kur nuk dojna me nani djali, folmi arabisht. Disa tema që ose disa sene që nuk dojna mi tregu djalit, po në shtëpi parafërsisht folmi 4 gjuhë. Domthonë është pak zërt, por ky veçart ç'është është, domthonë 4 gjuhë. duhet je i detyruar. Kenan, kom studiu në fakt edhe në Siri, çka ndërlidh jetën e Sirisë, Turqisë, Arabisë, në fakt, kanë diçka të përbashkët mes vetë këta? Po këta po, edhe pse turqit gjithmonë pere turqit e rinë, në republikant, ose kur e kanë bërë republikën, gjithmonë kanë mënuft mu kop ose mu katërith në Evropë, edhe pse Evropa si ka pranue, po këta kanë shumë përbashkët. Domethënë edhe me kulturë, edhe me punë, me trashëm. Për shembull, kem Stambollin. Stambolli është qendër ekonomike ose vendi ku është porja në Turqi. Edhe sirianët kena pas rastin, sirianët me ardhur për shembull, shumica e sirianëve kanë ardhur prej zonës Halebit, këtu. Sepse qysh është Stambolli, ku zemra e punës ose porja që sillet në Turqi, edhe Halebi është njëjti se në Siri. Dhe domethënë kanë shumë përbashkët. Ka shumë vene, unë kësish në farë. Unë pjesën e mbrashme atje ka kufini me Sirin që shumë folin edhe kësish në. Edhe folin arabisht, më thoni folin ma shumë se dy gjuhë. Ka shumë vene që folin, për shumë ka pjesa e Bullgarisë folin edhe bulgarisht. Kanë, do më thonë, si çdo vend që i ka ato fëqinjt, kanë përbashkët, shumë kanë edhe në ushqime edhe në natyrë dhe kulturë. E përmene pjesën e Stambollit, në fakt punën e pazarit, janë njerëz të domthonë pse po ta bëj pyetje është kaq se dim që rriten çmimet, si shohim, jo vetëm në Stamboll, po kudo në botë. Pse ndodh kjo? A mungojnë njerëz të cilët janë adekuat për pjesën e asaj që shisin, apo thjesht punë biznesi? Po, Stambolli, puna në Turqi është puna e inflacionit, që ajo të na që i thujnë arritje çmimeve, kjo është inflacioni. Çdo vit caktohet, domethënë, çdo vit edhe çdo fund vitit, po edhe çdo muaj, domethënë caktohet ajo pika e inflacionit edhe ato rritjet e çmimeve çysh bëhen kështu. Edhe që ajo ndikon pak rritje e çmimeve, po këtu në Turqi më shumë ti rritja e çmimeve në gjithçka ka ndodhur puna e ndryshimeve në tregun, edhe botëror, edhe puna e koronës. Për koronës domthonë ka pas shumë ndryshime edhe tërmeti që ndodhi para 2 vite. Domthonë tash frikë me 6 shkurt ke 2 vjetori tërmetit që ndodhi në pjesën e poshtme të Turqisë atje ku është 11 zonë ose 11 qytete që i ka rrugë edhe në ajo zonë u shkon dikon 35% e prodhimit kombëtar të Turqisë u kon atë zonë. Edhe shumë fabrika, shumë vende janë shkatruar kështu me radhë dhe njerëzit që kanë pasport kanë ardhur shumë në Stamboll me botë tregti edhe ata kanë në një mënyrë kanë shkaktuar pak këtë çrregullimin e çmimeve në Stamboll. Si puna e të heja, si puna e këtyne qirave, si puna në treg për shembull, po edhe mungon pak kultura e tregtarëve. Se Stambolli domethënë është shumë i madh, shumë njerëz vinë një njëri që një tregtar ta ka njëherë nuk është mundësia mo që edhe njëherë po, ka mundësi që kur se ta kanë edhe për fatke, shpak është domethënë ajo kultura e tregtisë nuk është shumë përpara. Domethënë njerëzit që qelin tash biznise ose që qelin dyqane ose që shesin diçka vetëm është biznes domethënë, nuk ka kulturë tregtisë, vetëm e fituar. E ajo bën shumë që shumë njerëz ka herë mu mashtruar, shumë njerëz ka herë me marrë sene shumë çmim shtrejt, ose për shembull përpara njerëzit veshin me kufira thatë që mu kthyen mu shumë plot. Tash nuk është ashtu, domthonë shumë më shtrejt është viti 2014, në 2024 në fakt Stambolli është shpall shteti më i shtrejt në botë. Më i shtrejt në botë. Domethënë se përpara u kon më lirë me bleni banesë në Stamboll se në Prishtinë. Qiroja u kon më lirë në Stamboll se në Prishtinë. Tash është 2-3 fish më shtrejt. Edhe qiroja edhe edhe në pyetjet e fundit Kenan, t'ja u shpjegojmë njerëzve. 200 lira, sa janë o vëlla? 200 lira. Edhe pse i kanë veç me 200 lira. Po, domethënë si pare, domethënë fillon tek kurushi edhe përfundon tek 200 lishe, domethënë
por jam më madhe për momentin është 200 lirë. Sa në Shqip? Në Shqip 5 euro 30 cent që është parafarsisht i bjen. Domethënë për momentin Na shqiptar 30 cent i jek. 5 euro një lart. Po se për momentin një 10 euro janë 370 lira. 370 lira. Do mund që kjo se si informacion me ditë edhe shikuesi. Kenan në fakt të falenderoj shumë që gjete kohën pjesën me tërhiq pak edhe prej kompanisë turistike ditat që të kemi, me bën një intervistë së bashku si shqiptar. Dera ishte mirë, fal juve që po vini më shpesh, nuk pendina fort mungesën e bashkëdhetarëve, se vani gjithmonë. Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë me ardhë dhe jeni gjithmonë të mirëpritur. Grana faleminderit shumë. Pra shikues dashur, unë po vazhdoj me Kenanin pe pim çajin, se mu ftof po s'ka lidhje. Unë po vazhdoj me pi çajin me Kenanin. Shpresoj që kemi sjell informacione sado të mira për juve, edhe një histori të bukur të Kenanit. Kështu që faleminderit dhe kompanisë turistike Dita, edhe Kenanin, Kenan Qerimin e keni kudo qoftë që dëshironi ta kontaktoni, mund ta gjeni. Kështu që faleminderit edhe ju rujt Zoti çdo hap tjetër gjithmonë e them, edhe vazhdojmë me historie të rradhës. Faleminderit dhe kompanisë turistike Dita, kontaktoni, i keni numrat këto pjau qesim, edhe ku ka ma bukur edhe me ardhë edhe me autobus, po ashtu edhe nëse dëshironi edhe me aeroplan. Unë e çojin pe vazhdoj në Stamboll, ku ka ma lezet. Ku me gjetë punë, ku me gjetë vetur, ku me gjetë bilet, ku me gjetë banesë. J.P.